krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahu xhaleshanuhu xhelle xhelaluhu, të cilin e falenderojmë pa janda çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu xhaleshanuhu xhelle xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selamet, nderuar vëllezër, në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, bashkërisht kështu si jemi, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që ndoqen janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, siç kemi filluar me një cikël ligjëratash për xhamatin e rregullt të kësaj xhamie, me njëherë do ta kuptojnë se për çfarë teme e kemi fjalën. Ne jemi sot te pika e 3, do të thonë javën e kaluar, me aq sa patëm kohë në dispozicion, u munduam të shpjegojmë pikën e parë dhe të dytë të urtësive të Musës alayhis salam, edhe arsye, kjo zatën është tema kryesore. Këto cikle ligjëratash i kemi filluar me pyetjen. Pyetja është kështu: pse Allahu xhaleshanuhu e përmendën Musën alayhis salam në Kur'an në 136 vende? Do të thonë, pse Musa, emri Musa edhe historia dhe tregimi i tij në Kur'an përmendet 136 herë. Do të thonë, u bën gati se sot është java e 3, në të cilën mundohemi t'i shqellojmë edhe t'i përgjigjemi pyetjes të cilën e kemi parashtruar para 3 javëve, pse Musa alayhis salam kaq shumë të përmendet në Kur'an. Ne kemi diskutuar edhe çështjen se Muhamedi alayhis salam, imagjinoni dashur vëllezër, përmendet në Kur'an me emër flas. Këtë din xhamati jon këtu, se e kemi përmendur pak si shpesh. Muhamedi alayhis salam në Kur'an përmendet me emër 4 herë. Tani interesant është, Muhamedi alayhis salam me emër përmendet 4 herë, Musa alayhis salam përmendet 136 herë. Kjo është, nuk është kontradiktore, se fundit i gjithë Kur'ani i zbriti Muhamedi alayhis salam. Ati u shpall, edhe Allahu vazhdimisht indirekt e përmendën emrin e tij. Por si emër i përveçëm tamam Muhammed përmendet 4 herë. Aman Musa alayhis salam me emër përmendet 136 herë. Interesant. Edhe ne filluam të bëjmë një elaborim paksa sociologjik, paksa ekonomik, paksa politik, paksa strategjik, paksa fetar, për të arsyetuar se pse u desh Musa alayhis salam të përmendet kaq shumë. Javën e kaluar, para javës e kaluar, para 2 javë, ne arsyetuam disa pika edhe mritëm te pika e 3. Pse? Do të thonë, kur e shohim se Musa dhe jeta e Musës alayhis salam, dashur vëllezër, është aq interesant e përbashkëta e Musës, i përket dhe është e lidhur shumë gusht me jetën tonë sot, unë për këtë arsye kam vendosur të shqelloj pikat 1 nga 1, edhe arsyet 1 nga 1, pse duhet ne të marrim mësim nga jeta e Musës alayhis salam. Unë personalisht nuk më intereson, shumë pak më intereson historia e Musës. Bile, mund t'ua preferoj në YouTube e keni, hini shif një filmin e Musës alayhis salam, në usos puna. Disa, pse të më dëgjoni mund të shërdoj unë 4 javë, 5 javë, aman duhet me pa detajisht pse Allahu xhaleshanuhu e përmendën kaq shpesh Musën alayhis salam. Në javën e parë e pam frikën e nënës së Musës. Edhe deklaruam se çdo sukses në këtë botë, shikoni, ne nxjerrim perla, nxjerrim diamante, nxjerrim nga jeta e Musës. Çdo sukses në këtë botë fillon me frikë. Këtë e shqelluam 40 minuta, 32 minuta i kam të incizuara krejt këtu. E shqelluam se çdo gjë fillon me frikë. Edhe Muhamedi alayhis salam e filloi, edhe një misionin e filloi me frikë. Ishte i friksuar pa Xhibrailin,
Pastaj u friksua dhe nga gjendje se shumë keq e pritën në Mekë, se e keni parasysh mund të duan katundarët, bashkëtarët, bashkëqytetarët 50 vjet. Ditën që të qelish diqan të marrën monaj. Interesant. A krejtë din që je njëri i mirë? Asnjëherë s'ke rej, sa ke mund u ke ofru ndim, u ke ndimu njerëzit. Ditën që të përplasën interesat e atyre me interesin tënë, edhe të zanë, habe ju nuk e njifni këtë. Interesant. 50 vjetë ka folë mirë, për 5 ditët nuk e njifni ju këtë. Edhe nisi ato nuse që i vinë, e bindën gjallin që nën e këti është të keqë. A i ngrati 23 vjetë kanë dhejtë me nanën, ajo për 3 ditë psikologe e zbulon se nana ajo keqë. Edhe kjo është realiteti i sotëm. Kështu ndodhe me Muhammedin al-Islam, e dini? Muhammed al-Islam dhejtë në Mekë 53 vjetë. Se 40 vjeqarja e shpallja, edhe 13 vjetë zgjati shpallja në Mekë, 53 vjetë. Bile, në Mekë aq shumë e kanë dashur, aq shumë e kanë simpatizuar, admiruar, kanë pas besim, ka që të matë ke Muhammed al-Islam, sa që dinsëzat dhe qafirat më të mëdhej të Mekës, edhe që kanë qenë biznismenet më të mëdhej të Mekës, kur kanë shkuar në ndonjë udhtim të largët, udhtimi i tyre ka qenë 2-3 muaj, dini? Se kanë shku me koj, me deve, gjërat më të çmuara, diamant, ari, argjend, stof, tekstil, çfarë kanë pas, ja kanë lanë Muhamedit t'i ruje, aq shumë që kanë pas besim. E kjo kulmi i kësaj që kanë pas besim, bile i vendojnë një nofk tjetër, nuk i kanë thonë më Muhammed, i kanë thonë diçka hala ma bukur, El Emin. E dini çfarë është El Emin? Besniku, i besueshmi. Shkoni El Emin. Të thuan krejt gostivari, ja vjen ki më i besueshmi gostivari. Interesant. Kjo sa zgjati? 40 vjetë. Ditën që i erë shpallja, ditën që u aprishi biznesin, ditën që u andaloj alkoholin, u andaloj zinan, u andaloj kamatën, u andaloj pigjozët asaj koha, u andaloj sklavërin e kështu më ratë, e në qëfar i thakë? Ju nuk e njifni këtë, ki është mashtruës. Interesant, 40 vjetë i mirë, filloj të botë mashtruës. Ki është edhe i smur, ki është edhe magjistar, ki është edhe epileptik. Me thanë, bije pandjenje, keni parasysh epilepsinë e kështu më ratë. Shkoni, edhe kjo i shkaktoi frikë Muhammed al-Islam. E prej këtu fillon, me thonë, çdo gjë fillon me një frikë. Frika u përballua. Nëse përballohet, do jesh njëri shumë i suksesshëm në jetë inshallah. Pavarësisht gojave dhe fjalëve të njerëzve. Ato le të flasin, le të lehin sa duan, treni jot duhet hecë. Treni jot nuk duhet ta fikish lokomotivën kur. Kjo është pika e parë. Pika e dytë ishte që si ka të misafir çdo xhumë, një rezime të shkurtër. Pika e dytë ishte se Allahu e detyroi këtë që flas tash, e folëm javën e kaluar, më thonë 1 minutë vetëm, për ta ndërlidhur me pikën e tretë, ta keni më të qartë situatën. Pika e dytë ishte që kur dikush don të të bëje dëm, Allahu e bën aq bukur skenarin, se ai është planifikuesi më i mirë, ne nuk e dim të fshehtën. E bën aq bukur sa që faraoni donte i vriste fëmijët që mu ja marrin pushtetin ashtu. Allahu ja çoi bombën në shtëpi. Cilën ja çoi? Musën. Ja çoi në shtëpi. Bili ja çoi tarritje, kujdeset. Ai njëjti, për të cilin nuk kujdes, ja mori pushtetin, e rrëzoi prej pushtetit. E shifni? Kundër kaderit edhe caktimit të Allahu xhelle shanu nuk shkohet me inat, mos u mërzit. As kush nuk mund ta prishje planin tënd nëse ti je në koordinim me kënaqësinë e Allahut. Me kënaqësinë e Allahut, thonë, çfarë do të jetë biznes, shitblerje, marrëveshje të ndryshme, kontrata të ndryshme, mësim, studim, hoxhëllok, doktorllok, mësuesi, çfarë do që të bësh nëse nuk i shkel ligjet e Zotit, Allahu xhashanu, Allahu ta jep suksesin se zban, se ajo është i drejtë. S'ja merr dhe s'ja mungon suksesin as kujt. Edhe Musës
nuk ja mori sukses, ja dha suksesin edhe faraonin e turproi. Do të thonë, çon të arritish armikun tënd brenda shtëpisë tënde. Aspektin psikologjik që nxorëm javën e kaluar ishte kjo, se gjitha sistemet ne këtë i marrim prej Musa alayhis salam. Gjitha sistemet që rrëzohen, që shkatrohen, flas për sistemet diktatoriale. Nëse sistemi është i mirë, pse ta rrëzosh? Është edhe haram. Gjitha sistemet politike të instaluara me diktaturë dhe me dhunë mund të rrëzohen nga brenda. E shihni Shqipni. Ne për Shqipnin mund të protestojmë gjithë ditën gostivar, ama mund të ndihmojmë Shqipërinë prej gostivarit. Se në ndihmojmë, a gje duhet shkojsh, protestojsh. Tiranë. Nëse nuk shkon atje, kalaja merret nga brenda. Edhe kjo çështje Musës na mëson. Musa alayhis salam nuk mund ta merrte kalën e faraonit diku një 200 kilometra larg. Jo, nga brenda. Edhe Allahu këtë na bën me di. Si nga brenda? Ave prej brenda shtëpisë unë ta marr pushtetin. Prej brenda shtëpisë. Keni parasysh Allahu kur i shkatron disa sisteme, unë këtë e përmend edhe javën e kaluar, lëre që ta shkatron pushtetin, por edhe të nënçmon, çon armikun të arrisish edhe të rrezoje. Kjo ishte më interesante çështja e keni dëgjuar, me siguri e keni dëgjuar, Nemrudin. Nemrudi është diktatori i kohës Ibrahimit alayhis salam, ashtu. Ka jetuar para 5000 vjetëve. Bisedohet para Musës alayhis salam, shumë me 1000 vite. E dini si ka vdek Nemrudi? Nemrudi, diktatori më i madh i asaj kohe, edhe ai ka thirrë se është Zot, stakfirullah. Si faraoni. Allahu për t'ia marrë pushtetin, çfarë i bani? Nuk çoi ushtri mëdhaja kështu, prej dëni populli tjetër, dëni Aleksandër i madh ose dëni Dhulkarneini i madh, jo. E di sa thjesht e rrezoi prej pushtetit. E dini sa thjesht. I çoi një mes i hini në hund. I ka hinë hund. Ajo miza prej hundi shkon në kokë, në trunë. Ajo miza i ka shkaktu mbretit Babilonisë. Dini Babilonia, Mesopotamia, këto janë civilizimet e para në dynjë. Mirë në zonin, ne i kemi mësuar histori. Ka dhe mësues, po me siguri i din këto shumë më mirë se unë. Mbretit Babilonisë që donte ta djeg gjallë Ibrahimin alayhis salam. Ama Allahu e shpëtoi, ja bani zjarin bashkë që xhenetin dynja. E shihni sa i madh është Zoti. Çfarë bën kur don të ndihmoje? Zjarit i thot se me kimi, me fizik zjari është i nxehtë, ashtu. Vetia e zjarit është nxehtësia. Vetia e akullit është ftohtësia. Çdo lëndë ka vetinë e vet. Aman Allahu është aq i madh sa krejt të veti i bën ke prapa nëse don, kur don të ndihmoje. E shpëtoi zjarri ja bëri ftohtë. A Nemrudi çfarë i çoi? Nemrudit i çoi një mes i hinin hund prej hundën në tron, atë krejt librat e historisë flasin. Kur e ka kap dhimbja, aq ka pas dhimbje në tron dhe në kokë, sa që ka pagujt njerëz t'i bien kokës me nalle. Ka pagujt. Keni parasysh? Ka pas njëri që ja pagujt me rrobë që i ka rënë mbretin. Edhe ato kokës. Kjo në çmim. Edhe një ditë prej ditë, vadi që ka vdek, ka pas aq shumë dhimbje sa që ajo e selmja me nalle kokës nuk i ka ndihmu. Edhe ka fillu vetë i bjere shtillave me kokë. Tura shtillave, bëhet krejt gjak, lëndohet rante dhe vdes. Ki është Allahu Lëshanu, kur don të shkatroj edhe të rrezoj prej pushteti njerëz. Ne ke pike e tretë sot, dashur vëllezër, kemi mbrit te Musa alayhis salam. Thot Musa alayhis salam është simboli i një pejgamberi, i një njeriu pike e tretë. Mbanja me që gabon. Interesant. A mund gabojnë pejgamberët? Kjo është pyetje, ndoshta edhe ke postimet e mia do ketë komente të lloj-llojshëm, disa që shiten ma hoxhollar se hoxhollar. Keni parasysh, i bën picën e komenton e shan hoxhën, i shet mend hoxhës ose i shet mend inxhinierit, mësuesit atë zanatçis. Ashtu jemi në popull, shit mendjen e kimi papare. Nëse a gabojnë pejgamberët?
Nëse themi, nuk do të shpreh më radhën, nëse themi gabojnë, është gabim i mirë. Pejgamberët në kuptimin e gjinahit, kanë fjalën, kur themi a gabojnë pejgamberët, e kanë fjalën gabime në tipin e harameve. A bën një haram pejgamberi? Nuk bën. Nuk mund boje. E dini pse nuk mund boje? Jo që është ai si qenje, një qenje robotike ose engjëllore si melek. Jo. Pejgamberët nuk janë melek. Nuk janë melek. Pejgamberët janë njerëz me arsye, me sistem nervor, me gjak, me kocka, me muskuj, me arterje, me zemër, me mushkëri, me kret, si ne. Por, janë njerëz të zgjedhur. Ne nuk jemi njerëz të zgjedhur. Me që janë njerëz të zgjedhur, ne i kemi mësuar në fakultet të punë, pejgamberët janë masumin, në arabisht ka një term. Pejgamberët janë të mbrojtur nga gjinahi. Allahu i mbron. Allahu i mbron. Se ne kemi situata të rënda kur edhe Muhamedi nëse ka lëshim, e dini? Në Kur'an e kemi atë. Mirë lexoni surën Abasa wa Tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Çfarë lëshimi boni Muhamedi alayhis salam? Muhamedi alayhis salam ka bënë një lëshim shumë interesant. Që Allahu normal që e falem. Aman, shkoni Allahu se i drejtë është. E çorton. Se unë shpesh e përmendi, Allahu se ka desh dhe se don Muhammedin alayhis salam, aq shumë sa që ke shahadeti që ne këndojmë në gjumë, ke ullje parë dhe ke dyta, Allahu e ka bashku shahadetin me Muhammedin alayhis salam. Eshhedu en la ilahe illa Allah, ne kemi dy dëshmi, ashtu. Dëshmi e parë, çfarë thotë? Dëshmojmë për njëshmërinë e Allahut, dëshmoj dhe deklaroj se s'ka zot tjetër pos Allahut, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij. Oni, vini vesh. Allahu aq shumë e don sa që ne si musliman, 2 miliard musliman prej tyre nuk e di sa bojnë namaz, por me miliona njerëz e përmendin emrin e Allahut bashkë me emrin e Muhamedit alayhis salam kur falin namaz. Kjo tregon dashurinë e madhe. Mirë po, a do me thonë kjo që Allahu nuk e qorton atë më të dashur, si nuk e qorton? Ju cilën e doni më shumë, kuptohet mas Allahu dhe pejgamberit. Fëmijë, ashtu. A nuk i qortoni ju fëmijët tuaj? Pa tjetër, me nuk jenë qortimi ato që së mbrina, apo çkelin ato. Kjo fillon dal nga familjaria, mrapa kur ai qet brinat, vetëm rrujë më çkeli ai. Edhe tash, edhe Allahu xhashanu, edhe më dashmin e vetë shërton. Çfarë ndodhi? Muhamedi alayhis salam ishte me krerët mushrik, disa biznesmena, disa njerëz me fan feudal, që ato kishin të tallën. Muhamedi alayhis salam nuk e dinte se ato kishin të tallën, ama ishte koncentruar aq shumë që ti bindja ato që të hinë islam, krejt interesi ishte për islamin. Sa që krejt qenje e ti komplet, anatomike, shpirtërore dhe fizike, ishte koncentruar të ato në bisedë. Duke biseduar Muhamedi alayhis salam, mbas shpine vjen një musliman një qarë i verbër, pasi nuk shifë. Ai ka qenë Ummi Mektumi. Allahu e përmendën Ummi Mektumi. Interesant. Bide disa psikologë që mirën me trajtimin e ajeteve kuranore, thuan pse Allahu s'ja përmendi Ummi Mektumi emri, po i tha kur erdh ai qari. Kështu thot në Kur'an, interesant. Edhe mush, kur e lexova këtë, thash, vërtebe? Pse Allahu nuk i thot, o Muhammed, se surja fillon kështu, Abasa wa Tawalla. Ki Muhamedi alayhis salam kur ishte duke biseduar me këto mushrikët, ki mbas shpejnë, di kur jetu bisedu me dhe një i koncentruar dhe kusht folën. Mbas. Çfarë i thotë? Abe trogu? Ne kështu e kemi. Bollë se jam muhabet jam të bau. Muhamedi alayhis salam nuk i tha kështu, vetëm se umrol, e shikoj pak,
Sikur si u bo qefi, e din? Se Allah thot, abese, arabisht do me thonë, kur e vran fytyrën pak, u vrejt Muhammed e Islam. E shikuj pak, nuk i tha gjan, aman u mërol. E këtë mërolje, Allahu se don. Interesant. Allahu kur diçka nuk e don, e qorton edhe Muhammedin e Islam, jo vetëm ti edhe mu. Të dish. Vetëm Allahu nuk bën hatër. Innehu la yastahyi min al-haq. Kështu thot Allahu në Kur'an. Allahu nuk i vjen turp nga e vërteta. Kur i qorton sahabët, kur i kanë se sahabët, normal, kanë qenë dhe katundarë, dhe fshatarë, dhe prej mali, dhe prej fushë, dhe prej Medinje, e mësu ato gallarët, kur u am tek kanë hiki shpje Muhammed, o Muhammed, Allah i qorton, çfarë është, ke pejgamberi hini. Edhe më në fund të ajetit do mirë një leje, edhe gravet pejgamberit do fonin mbas perdi, jo juve si unë tekët. Edhe më në fund Allah thot, innehu la yastahyi min al-haq. Allah nuk i vjen turp nga e vërteta, thujet vërtetë. Allah dhe pejgamberin e vetë qorton. Pse? Se ky bën i lëshim, umrol. Pejgamberi umrol. Koni? E të është pyetja që e bëra parës, ajo pyetja psikologjike që ne dëshim ta përshtojmë, pse Allahu nuk e përmendën emrin e këtij qarit, po e përmendën vetin se ai ka qenë qarë? Sepse thot, mos i nënçmoni ju njerëz se atë qarin unë e kom falë, jo ti. Allahu ka drejt t'i thotë qarë, i verbër, qalues. Ti s'ke drejt t'i thush. E kupton? Allahu ka drejt në Kur'an, ti thotë kur erdh ai që nuk shifte, i verbëri. Ama ne s'kemi drejt t'i themi i verbëri. Keni i parasysh këto që janë me nevojat veçanta, Allahu si ka falë. Shkoni termi nevojat veçanta, kjo i bukur është, nuk është në çmues. Kjo pedagogji, krejt Kurani jo pedagogji, psikologji, filozofi, etik, moral, jetë është, do i dash kua. Se për Allahun nuk ish problem që përmente emrin Ummi Mektumit që nuk shifte, por tha, çfarë tha? Kur erdh ai gjari, ai verbëri. Pse? Muhamedi umrol se ai i verbër. Kjo dëshim është. Edhe ne deri në kiamet e shohim, deri sot i kësaj dite surën Abese mirë një lexonja, e shohim se Allahu e qorton Muhamedin alayhis salam. Dëshim është kjo. Nëse ka qortuar ato, çfarë thot këtu? Neve na qorton. Është qartë, është sakat, është me tmeta, është me nevojat veçanta. Ato janë njerëz. Bile, unë do shpreshe halama amandrishe. Ato janë melekët. Ato janë melekët, e dini? Pse u them melekët? Se ato nuk kanë gjinahe. Muhamedi alayhis salam kur ka shku në luftë, o i dashullah, këtë mbaj mend. Në çdo luftë kur ka shku, në safin e parë të ushtrisë, në rreshtin e parë të ushtrisë, i kanë nxjerr krejt njerëzit që ka pas Medinja me nevojat veçanta. E dini këtë? Asë njerë si kam përmenë. Shurt, me metë, gjorë, sa ka qëfar ka pas, qaluës. I kanë nxjerr të rreshti i parë, e dini çfarë u ka thonë? Bani duat në ndihmoj e Zoti, se juve duaja nuk u kthehet prapë. Kur ato i ka sos dua, jenë tërhek, ushtria me bismillah ka shku në luftë. Bëni dua. Sa to s'kan gjina, fëmijët s'kan gjina, edhe njerëzit me nevojat veçanta s'kan gjina. A mos pasje gjina dhe është të regon që direkt shkon duaja. A neve pse s'na pranohen, shumë luqe s'na pranohen. Gjina që janë beton, s'hen beton, nuk shkon. Ti ja ke vu vetë, jo Allah. Sa herë që bëjmë gjina, ne mbi kokën tonë vejmë nga një ploq, nga një beton, s'pranohen gjina. Duat. Këto do të thehen këto ploqe? Ky beton, me i sikfa që Allah në pranoje, ti heke pastet në pranohen inshallah luqit. Pika e tretë që desha edhe që e fillova, çfarë me thonë? Që a gabojmë pejgamberët. Ne e shilluam çështjen e Muhamedit alayhis salam. Bëjnë lëshime, mund të bëjnë lëshime. Që tregon se pejgamberët janë njerëz, edhe me gabimet e tyre, ato forcohen
edhe piqen hala më shumë. Reformohen, mësoj nga gabimi. E çfarë gabimi ka bëu Musa a.s. E dini çfarë gabimi? Allahu oj dashullah, nuk e mshehën, e ka vënë në Kur'an. Nuk e mshehën, që na bën me dije që idealizimi i pejgamberëve nuk është mirë. Krishterët aq shumë e idealizuan Isën a.s. ma në fund çfarë e bën? Stakfirullah, Zot e bën. Nuk bën. Prandaj Muhamedi a.s. nuk ka leju që edhe të pikturohet. Ne s'kemi fotografi si ja duk Muhamedi a.s. Kemi vetëm librat e sirës, biografisë, ato shënime që tregojnë për pamjen, flokët, si ka ecë, si ka ngranë, kështu me radhë trupin. Këto i di. Ama piktu s'ka. Ai nuk ka desh idealizim. Muhamedi a.s. nuk ka desh idealizim deri në atë deregje sa që kur kanë hynë me gjlis, kjo është shumë e madhe, interesant. Në me gjlis kur ka hynë, dashullah. Kjo kulmi modestis ta mësojmë edhe ne, mirë është kjo. Nuk ka dashur, edhe ja prish qejfi nëse njerëzit kanë lëvizur që ai të ulet. Edhe si e kemi ne, dit përpa, vend dhe njënë, kitë gjematë, këtale Allah, lëvije ma heret, le ulet ati ku duhet. Në donë vendin e pari, jesë ma herët. Në donë ndërë du të fitojsh, jo dua imponojsh njerëzve. Pejgamberi Allah Muhammed, shifni atë, Allah Muhammed shkruan, ma i dashmi Zotit në kosmos, nuk ka desh t'i qoash në kam, unë e kam përmend shpesh, atë librin Islamizme Gjuistoka i Zapada, e keni Islamin ndërmjet lindjes dhe perëndimit të Alija Izetbegoviçit, aty dikun të shkruaj që ai kur ka hinë xhami kryetari, shahidi i Bosnës, më i madhi i Bosnës, thot avnoni ditë për në xhuma, edhe këtë xhamati vjen Alija, ashtu. Ai ka qortu pse janë çunë kam. Ka thonë mos i respektonin këtë mënyrë njerëzit, politikanët, udhëheqësit. Se kështu i thot ju i krijoni vetë diktatorët. Fjallë e madhe është. Diktatorët formohen nga vetë popujt. Duke ngritur atë shumë, ai nuk është e melek, nuk është i ram nga qielli, dhe ai njëri han, pin, gabon. Normal. Pastaj kthehet kundër popullit vet. Kështu u bë faraoni, kështu e bën shumë diktatorë në përbot shumë. Sot i bojë sërë dhe bin Selmanit Saudi, i bojë sërë dhe ati tjetrit në Emirate, kështu më ratë, edhe ato kanë frikë edhe një status të bëjnë për gazën, kanë frikë se më pret kokën, s'kanë fejdhe ato të ngracët. Musa qëfar bëri tash? Qëfar gabimi bëri? Musa a.s. E tani, Musa a.s. këtu e përmendë në Kur'an, "Walamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin." Musa a.s. thot kur arriti pjekurin, moshën madhore, e shuddehu wastawa. Allahu shumë bukur shpreh dhe shumë i kujdesshëm në çdo fjalë. E shuddehu wastawa, kur arriti moshën madhore, wastawa, dhe pjekurin. E keni parasysh, moshën madhore dhe pjekurin. Ka shumë njerëz që arrin moshën madhore, ama pjekurin derisa plakët e mbet fëmijë në kokë. Derisa plakët mbet fëmijë, ashtu. Bosh. Allahu shpreh bukur. Për të kompletuar një personalitet i dikujt duhet edhe mosha madhore, edhe pjekuria mende. Pjekuria në mende. E këtu pastaj përmendën dy terme interesant. Wa ataynahu hukman wa ilma. I dham çfarë? Urtësi dhe dituri. Fjala hukm, e lexoj komentin, se tamam, fjala hukm do me thonë pushtet. A Musa nuk pat pushtet, e dini, s'ka pas Musa a.s. pushtet hiç, sa la ishin bër faraonin. E derisa s'ka pas pushtet, do me thonë Allahu i dha urtësi dhe ilma, dituri. E ku është dallimi mes urtësisë dhe diturisë? Grekët e moqët, grekët e vjetër, flasko Aristotelit, Sokratit, Platonit, edhe ato tjerët,
filozofinë e kanë quajtur urtësi. Arabisht përket hikme. Jo rastisht në Bagdad, shtëpia më e madhe shkencore në botë dhe biblioteka më e madhe në shekullin e 8 e ka pas Beitul Hikme, Darul Hikme, shtëpia e urtësisë. E tash fjala hukm rrjet nga fjala hikme. Edhe këtu thot Allahu i dha edhe urtësi edhe dituri. Që do me thonë? Urtësia vjen prej lart. Urtësia vjen prej lart, të dini. Dituria vjen prej poshtë, prej shkollave. A themi ne një plak shumë i urtë, a më që banë? Ka u boj, pi deleve ka marë, pi dashit e ka marë, dijen, pi lopve. Pse u boj i urtë? Plaku i urtë, i menqu, fliste me kontrol, me urtësi, nga dalë, fjale si gozhda, i gozhdante. Ku e murej, mbjeshkët e nemura gje? Ka Rugova, ku e diune, ka Kosova, ose ka bjeshkët to, ku e murej diturin? Interesant. Ato instant, tu i mjel, vend, delet, ku e diune, lopë. Nga i ditur, e kjo hikme, kjo nga nalë. Allahu t'jep menquri prej nalë. A dituri mirët prej poshtë, prej librave, prej mësusit, prej babës, prej nënës, shtë më radhë. Wa kedhalik e nedzil muhsinin, edhe kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Wa dekhale el medinet, e këtu është ajo pika e tretë me cilën do përfundojmë. Edhe hyri në qytet Musa a.s. Wa dekhale el medinet ala hini gafletin. Erdhi hini në qytet në një kohë kur nuk hetohej. Kjo fjala hini gafletin, kur nuk e pa askush. Aman, që mos e lexojmë edhe ajetin edhe përkthimin, mos na shkojë shumë kohë. Fe wajë dhe fiha regjulani e këtëtilani, edhe ati thot gjithë di njerës grindeshin, zinjeshin. Di njerës. Hadha min shiatihi, wa hadha min aduvihi. Njëri prej atyre që zinjeshin, grindeshin, rrijeshin me boksa, ishte nga fisi i Musës, a.s. Nga Ben Israelit, nga gjaku i këti, nga fisi i këti. Wa hadha min aduvi, ai qetri ishte nga armiqtë e Musa, ashtu përmendën Allahu, armiq. Do me thonë ishte prej parisë së faraonit, ato i ka pas armik Musa a.s. Edhe ky i fisit të Musës, festegatehu ledhi min shiati, ky që ishte i fisit të Musës a.s. i kërkoi ndihmë Musës. Ti ndihmoj normal, ti kur të shuash një familjarin ton, e kanë kapë raha një 2-3 vet ose normal dihet ku i di dalë Zot, ashtu. Edhe Musa a.s. ti dale Zot familjarit vet, gjakut vet, fisit vet. Ama këtu ndodhi gabimi. Allahu e përmendën, jo hoxha. Dikush e thotë se hoxha ka thënë e ne pejgamberët gabojnë. E kjo lëshim është. Lëshim që Allahu na mëson neve se pejgamberët formosohen dhe ato mund gabojnë, kështu gabim, jo të bëjnë stakfirullah haram me alkohol, zina, vjedhje, padrejtësi tjera, jo. Kjo lëshim, atë si lëshimi Muhamedi a.s. që e përmendëm. Do të thonë, fa wakezahu Musa. Edhe thot Musa a.s. i ran grusht ati qetrit. Ama nuk i ran grusht të vrase. I ran grusht, ti lirin grusht. E ta shteje. E dini çfarë ndodhi? Vdiqë. A në këtë rast, a quhet vrasës Musa? Po ka vra njëri, po. Njëri ka vra. Kjo pike e tretë, që do një të mëzjeri. Edhe Musa a.s. u bo shumë pishman se ingrati nuk shkoj të vrase. Normal, për nga meri nuk bon kështu gabim. Po wekezehu, fjala wekezetët i ran grusht. Fe ka dalej, ka le hada min ameli shejtan. Musa tha, kjo vepër e shejtanit. Stakfirullah, çfarë u bon? Innehu aduvun mudillu mubin, shejtani është një armik që të qonë në humbjet pasë, kale, Rabbi inni dhalemtu nefsi, men njëherë u pendu Musa, men njëherë, në moment, unë i bëra padrejtësi, fa gëfir li, o Zot ma falë, fa gafere lehu, edhe Allahu ja fali, innehu hu el gafuru rahim, sa Allahu në shanu është e falës. Shkoni, të pike e tretë me cilën dushta të përfundoj, edhe këtë kishe si qëllim të qercojmë,
Këto thot prej krejt historisë Musa a.s. dashur vëllezër, kjo është momenti më i keq edhe më i vështirë i Musa a.s. Se një pejgamberit nuk i ngjan vrasë njeri, ama gaboj. Që do me thonë, edhe pejgamberët në këtë lloj mund të gabojnë, por Allahu neve na mëson dashur vëllezër. Nëse neve në jetën tonë na ndodhe një gabim i tillë, thot veproni si Musa a.s. Me njëherë kërkoni falje, Allahu falem, me njëherë, kjo është lëshim, padashje ishte. Edhe Allahu falem, edhe ky gabim nuk duhet të boje, e dini kur, stakfirullah, Zoti na ruaj krejt neve që jemi këtu dhe ato që s'janë këtu. A ka ndoha për shembull të një familjari ju që ka mbit njeri me veturën e vet, ashtu? I ka raha ka mbit. Mund do aty, kjo ka ndoha ke ne, kjo secili gati. E ki çfarë të bëjë ki që i ka shkel këtë, që ka pas shkruam që e në botën tjetër. Në shile shpejt, të jenë depresion, jo. Këtë Allahu në mëson, edhe këtë në mëson. Dë kërkojsh falje, istikfar ke Allahu inshallah ta falë, se ke bo me qëllim, edhe do e vazhdosh jetën, do jesh halama aktiv, halama i kujdesshët në jetë. Se Musa kështu veproj. Me njerë kërkoj falje dhe filloj misionin e tij. Edhe Allah thot, qoftë nëse janë edhe gabime pejgamberi, Allah nuk i msheh në Kur'an. Edhe këtë si ka msheh. Kjo drejtësia e Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Inshallah javën tjetër dashur vëllezër, fillojmë me pikën e 4, edhe ajo është shumë interesante, edhe Allahu na fal neve, inshallah marrëm mësim nga kjo, i fal të gjithë besimtarët inshallah, i udhëzoj gjithë muslimanët, i ruajt rinin tonë inshallah, i shërof të smurët tanë dhe i bof magfiret të vdekurit tanë, edhe fjala jonë dhe frima jonë e fundit në këtë dinjë qoftë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah walillahi al-Fatiha.